Bie në Tiranë, nga malli ynë edhe qelli qanë. Je I dehur nga pia, apo nga dashuria, ti ec, por këmbët nuk të mbaj. Je I dehur nga pia, apo nga dashuria, ti ec, por këmbët nuk të mbaj. Mirë se erdhët të gjithë shqiptarë të bukur. Bie shi në Tiranë dhe kam përshtypjen bie shi në një pjesë të madhe të Shqipërisë, sepse kemi hyrë zyrtarisht në dimër, jo në vjeshtë. Po, nuk kemi më. Vjeshta si ishte një ditë? Po, një ditë ishte, kalimi, ato xhupat e lehtë që kishin blerë për këtë ndrimin e stinëve, I veshëm dot një ditë. Se filluam me njëherë shkuam në temperatura 2 gradë, 5 gradë, sa ishte. Po, sot është zbutur pak, se thon kur bie shi zbutet. Zbutet, po, në vërtetë. Dje ka qenë më mirë. Ka qenë të shtunë mos gaboj. Po. Ka qenë super ftohtë. 7 gradë ka shkuar gjatë natës. Thoja, unë nuk jam unë mirë, ka diçka që nuk shkon me mua, apo vërtet është kaq Shumë ftohtë? ftohtë. Në mënyrë drastike ran temperatura, sa që dhe unë s'u ndjeva mirë atë ditë, isha pak më hundët, tash do na kapi ndonjë viroz, por mirë jemi. Filluan virozat e stinës, po jemi mirë dhe më të fortë edhe më të shëndetshëm se kur për ju. Patjetër. Ja, Tiri është I vetmi që vjen me xhup në studio. E di pse, po, Çako Vend kompakt, po nuk s'ka gjë. Është Çako Vend sa më pëlqen. Çako Vend. Fjalë. Sa e vjetër. Nga jeti Tiri me origjinë? Unë Kavajs. Po pse I Kavajs lindur ashtu? dhe I rritur nga Kavaj, jo me origjinë. Çako Vend sikur I thon andej nga Korça. Jo, edhe ne e përdorëm. Si keni thoni ju uazuar. nga Berati kësaj? Ne I themi xhoke. Gjoke, po, ju I thoni gjoke, e kam dëgjuar dhe E kemi shumë interesant. ma autentike fare në xhoke. Ne I themi Gjako. Gjako. Vend, po. Interesante. Dialektet shqiptare janë pa para. Po si ka qenë fundjava për ju për te I gjithë të ftohtit edhe motit? Në shtëpi? Realisht në shtëpi, Krista ka okej. qenë pak pa... Po. Ka qenë pak pa qef. I gjithë ti gripin, se ti e more I pari. Po mundet, jetë dhe ajo, po. Dhe të meri im djetë, se le djeshme ishte duke qenë se tani fillon universitetet, dhe ne shkuam në qendër tregtare me motrën time të vogël, sepse ajo fillon universitetin dhe sigurisht që këto I lënë për ditë të fundit e bëjnë punët. Dhe ishte trafiku më I motër. Pa frik 1 orë e 5 minuta, vetëm ajo rreshti, vetëm për dalë, pastaj për të futur. Da ju çudita unë që rrugët këtë fundjavë në Tiranë ishin full. Dhe çuditërisht ç'ne skandal njerëzit nga Tirana sot. Kanë ardhur studentë dhe sot nisin universitetet dhe shumë suksese për gjithë ata që hedhin hap më tej në rrugën drejt dije. Në studimet tuaja. Edhe ato që janë në vitin e fundit, Universitet Bachelorit, sepse Edhe ata që sidomos ato që e kam për herë të parë, se janë pak kështu si tutuar në fillimisht. Edhe ata që po presin këto raundet e dyta, treta, si është ajo, po kanë mbaruar. Kanë përshtypjen duhet kanë mbaruar tani, por derisa ka filluar. Duhet kanë mbaruar sepse tashmë gjithmonë në tetor ka filluar universiteti. Okej, nuk është se bashkohen pak më shtatorit janë uasa I lash na duket vetëm ato që kanë përshtypjen ato që janë në master, mund të fillojnë pak më vonë. Po, masteri fillon në nëntor, se si është ajo shpreha? Kalove lumin? Se e thonë dhe kolegët tanë të VK-s ato, të vështrimit kritik. E po ja, kanë me kleçka ta. Po, ata janë paparë që të po sot njerë,
Do kemi një ditë shumë interesante, me të ftuar shumë interesante. Përveç asaj, para se të kalojmë aty, na ka sjell Krisa tiramisu sot. E majdi fjalën. Si e harruam. E kam sjell, nuk e Majti vutën fjalën. tavolinë se pastaj do hynin me kokë dhe Jo, po ne atë po harrojnë presim. emisionin. Ne atë po presim, Krisa. urdhro motor Xhani, shko Hajde. mere, Ua, që ta shikoj dhe publiku që ti mban premtimet. Të mbaj mikrofonin. Ashtu e vum seder. Tani që kuptojmë që Krisa i mban premtimet, duhet të fillojmë të risim dozën, kërkojmë gjëra tjera. Të thuaj të vërtetën që për na hahet. Po na hajtë shumë dhe tiramisuja, po do donim që nuk e di çfarë bën Krisa gjën më të mirë për shembull. Një gatim që ka Përveç specialitet. tiramisus tua. Jo vetëm ambëlsi. Pastat, carbonara, e kaq Po, e. pasta. e qana, Do ja marr një premtim tjetër për pasta në vijim. Qoftë në shtëpi. Qoftë në shtëpi, qoftë në sjellë këtu, po do jetë pak e dimshme dhe për shikuesit të na Po. shohin, duke ngrënë pasta apo jo. Edhe tostin e qan, tostin me avokado me vezë. Unë Dhe ty ta solli sot. ndërkohë kokë më kokë me mirë. Po mirë tani. Nëse ju dy hyni me kokë, sa ç'a do bëhet me emisionin? Shiko, mos më thuaj që nuk e sjell lug. Kush tha, do ta hani që tani? Po Krisa, po që më presim ne? Po presim ta nxjerrim në ekspozit. Ne deshëm vetëm thjesht me e pa, po duket. Shiko, edhe me sasinë është treguar bujaren. Po, ka sjell për gjithë stafin. Bravo, atëherë ju premtojmë çuna goca të regjisë që këtë herë do mund të hani, sepse ka lug për të gjithë. Kemi lug Krisa, për gjithë. Patjetër që po. Hajde, hajde, pas ka morë gjithë lugët e shtëpisë, më E duket. ku? Dhe shtëpia jote ishte? Janë Jo, të dhe tuat. shtëpia vetë. E ku mund të nisi mëngjesi kaq ëmbël? Ku tjetër? Ku keni ju tiramisu live? Dhe në fakt, ata që po na shohin nga shtëpia jam i sigurt që tani po thon po ha më ju. Faleminderit. Urdhëro. Tiramisu live Urdhëro. përgatitur nga moderatorja. Më ju do të në çaj e bëni nepsi në mëngjes se ne se provojmë dot. Qyre në mëngjes, ju bëft mirë se se unë- fustan taksira. Krisa ti Edhe në shtëpi. vazhdo me program. Të vazhdojmë me vazhdo ti, Krista, programin. po. Si që dim tashmë, gjo të hënë na vjen Elena në studio, kur do na flas për horoskopin javor, çfarë thuhet për shenjat e zodiakut. Nice. Tani ne kemi hyrë tash Po ju ai shumë. Ore, ju të lini So unë ty lug ha. Kristina, Po ato dy luga maja. e ke qarë, e ke bërë gjithën vetë, nuk ka ndihmu Sigurisht. mamin. Mashallah, shumë e mirë. Sigurisht. U bëra kohë që e bëj, kështu që ja kam marrë dorën. Krisa ne kam qenë në Rom për trajnim të jam mësuj. Po e provoni unë fakt sa kisha provuar akoma, sepse sigurisht që ajo Po. të jetë sa më mirë duhet të jetë mpiksur. Jo, është goxha e mirë, është e mpiksur Kanë sa të duhet, bëjnë është orët shumë e që mirë. janë shndruar në E, figurë. po, Kanë bërë deri në darkë. Vazhdojtë emisioni tani? Vazhdoj unë. Se jo për gjë, po pas Elenës, më pas do të kemi edhe mikun ton të shtëpisë tashmë, Ermal Ermal Peçi, Peçi. i cili ditën e djeshme erdhi me programin e tij Më prit të dielën. Një late night show, nëse mund ta quajmë kështu, me të ftuar interesant, me atë performancën e tij si një Me showman energjinë që është Ermalit, Ermali. patjetër. Po, dhe me personazhe shumë interesante, Po. do të thënë. Kishte një intervistë ekskluzive të Eliona Pitarkës. Pitarkës, që e cila ka kohë që nuk del, o zot çfarë prezantimi. Kishte një intervistë ekskluzive. Më prit të dielën, thotë Ermali, dhe ne Ermal të presim të hënën në mëngjes. Po, e Po, kemi. do na vrasim, ose Kemi do më zgjuar vrasi herët, mua në thonjza që e solla ka qerët, se mbrëmë ka gdhir, po s'ka Po problem. shikon, ne po i bëjmë respektin, po e mirëpresim, po i bëjmë dhe Po, borxhe qokën, do janë na e këto. bëj. I thash Na ka shumë. ardhur, do i Po, vëm. patjetër. I thash shumë, mos guxoj, i thash më thua që s'do më vishte mëngjesi se Po jo më janë borxhe edhe ne di shkojnë, na kanë ndarë të shkojnë. Po, ashtu funksionon. Më pas kemi, kë kemi? kemi kë Danja kemi? Koka. Danja. Kemi Danjën të ftuar në studio, një vajzë në fakt e cila në pamjen të parë duket një vajzë kokete, ëmbël, por në fakt jo, është komplet e kundërta, është një vajzë shumë luftarake që flet vetëm të drejtën, vetëm të vërtetën, lufton për të vërtetën, dhe mund të themi në fakt që i bën shumë mirë të dyja, edhe atë koketën dhe atë luftaraken. Jo, ka treguar shumë mirë dhe ka hedhur poshtë çdo stereotip që një vajzë e bukur mund të jetë edhe si kukull, mund të jetë edhe e zgjuar njëkohësisht. vërtet, Po, po. e kush më mirë se Danja? Jo se në tjerat nuk e kemi. Ja, patjetër, po Danja ka tregu goxha karakterin. Është e vërtet. Ka treguar. Duke qenë se her pas here në Shqipëri vajzat kryesisht që merren me modeling, me pjesën Po, janë pak si kështu. paragjykohen, kështu që Danja e theu këtë stereotip komplet në Big Brother. Edhe bravo i qoftë.
Dgjoj, Danja është e pjekur për moshën që ka subsere. Danja realisht është mbi 30. Është vërtet. Kështu që është... S'ke nevojë ta thosh mos në taj. Ka në probleme dhe unë ta themi. Danja ka thënë në shtëpi. Dhe kanë treguar të gjitha. Janë treguar të gjitha me Big Brother. Danja vjen edhe për të folur pak edhe për eksperiencën e saj si moderatore, sepse ka pasur një program të saj që e ka moderuar në një kanal në Top Channel. Dhe doli shumë mirë. Po. Duhet themi, si eksperiencë e parë. Dhe me modelingun, apo jo nuk ka hequr dorë, I bën të dyja një kosisht. Danjën, kam përshtypje që me Danjën të kemi një bisedë interesante, se edhe brënda në bi kemi pas sa glitje, për shumë, ka pas sa momente që Kristen e ka mërzit, unë I kam shku Danjës me vrut, janë që gjithë shumë dhe shpis që kishin qef Danjën, ka ndalë për balë. Po, ku shko ti. Danja, përtet është një vajzë për t'u vlerësuar, realisht, dhe më thënë, ma që vëmëndje, sa kisha nga meshkujt e shpis aty, ka tërgu vërtet karakter. Dhe mund të themi që është paktën për mua një nga vajzat dhe së një nga personat në Big, që ka qenë shumë e vërtet si brenda si jashtë, sepse kur kam dalë jashtë, realisht nuk e prisa që Danja të kishte ai shumë dashamirësi për mua dhe Tirin, si që kisha dhe unë për të, sepse e shpreh, unë juve tha ju kam dashur shumë ta keni qenë brenda, mbas aty se shprehte edhe për shkak të lojës, po jemi takuar shpesh tashmë jashtë, kështu që është një soi. Mos them më fani, si që ka kemi parë. Big jo vetëm krijohen dashuri, po krijohen dhe misi. E të mërësi të bukura. Kështu që një dhënë shumë e bukur, më pëlqen si jemi me dy personazhe shumë ekspresive, mund ta themi kështu. Po, dhe do ta shijojmë gjithë emisionin sot, ashtu si do shijojmë edhe recetën e Mirës. Kokë me Krisën sot. Çfarë do ta shohim çka ka bërë Mira? Pasta me karkaleca dhe po, se preferuara ime. Po, ne duhet ta kishim nisur me pastat. E ta mbyllni me ëmbëlsirë. Dgjoj, ne të premten e mbyllëm me lirën, po ishte tiramisu me fruta pylli, unë e solla tradicionale. Sot, po më I mira që na bërëm. Duket shumë e shijshme, dhe këto kunguj t'i japin një freski shumë. Pyet e Tirin, do restorant që uli u marr gjithmonë pasta me karkaleca dhe me kunguj. Janë shumë të mirë. Edhe nga duart e Mirës patjetër që shija merr tjetër nivel. Po nejse, sot nuk ndjemi aq keq se u ëmbëlsuam me këtë që na solli Kris. E hoqëm nepsin, ashtu siç kemi kafeinën e keni marrë mëngjes. Mjaftueshëm. Dhe kemi neps për video virale. Video virale. Gati intrusif thoughts. Nuk e di, por ta personat që mbikëqyrin këto kamerat e sigurisë për që qëndrojnë gjithkohës në zyra dhe shikojnë çfarë bëhet vërdall, rrezik sa gjëra kanë parë. Lloj situata, qoftë komike, qoftë çuditshme, se shoh që janë realisht video të filmuara sipër një kompjuteri që e kanë publikuar po këta. Imagjino që shohin syt atyre që monitorojnë kamerat e parkimeve nëntoksore. Okej. Të gjithë menduam çfarë menduam, apo jo? Nuk e di, unë Ata kanë bërë abonime nga ato website-et. Parkimin nën tokë kam, rrezik ato çfarë shikojnë që në 5:30 del një person çdo ditë me qese. Okej. Shkonte makina. Errësirë po. Vazhdon fantazia shumë. A shohim një herë çfarë është bërë vërdall. Kalojmë tek scrolling, shohim ç'bëhet vërdall. Kemi ditë që kemi bërë pushime. Ka marrë malli me bëj çik sherr, nuk e di pse. Ashtu a? Sigle. Okej. Ka marrë malli për çik sherr, tha. Jemi gati. Çik diskutim, çik. Hajde, okej. E shohim të parën. Okej, Kina hap për publikun urën më të lartë në botë. Kjo Kina që është zhvilluar kaq shumë. Mund të themi që Kina ka hapur zyrtarisht publikun urën më të lartë në botë me një gjatësi rreth 1417 metra midis majave të maleve, struktura e vendosur mbi kanionin Huayang në Kinën jugore, është pothuajse 2 herë më e lartë se kulla Eiffel. Nuk është ura më gjatë, është ura më e lartë. Më e lartë. Po thash, shumë e lartë. Po, qartë, po thjesht unë e kisha menduar ka bën. Kështu që imagjino 2 herë më e lartë se kulla Eiffel, mendojeni tash. Duket e frikshme. Po me atë Burj Khalifën. Po për çfarë sa lartë mund të jetë? Po ja. Sepse Kina gjithmonë është... Një rekord më shumë Kina. 10 hapa më para botës. Është dashur një urë mbi kanion për të shkurtuar distanca dhe aty ka rënë rruga, pse mos ta bëni? Ne kanë gjitha mundësi. Po ura është shumë e gjatë, është ideja. Edhe lartë. E lartë, sorry, se tash e gjatë. Po ju është dashur mbi kanion pra. Lidhin 2 kanione bashkë. Po. Pra e qartë, po pse duhet bërë... Është midis majave të maleve. Po nuk bëhet të ndryshe, thuaj.
se punë inxhinierës. Më falë pak, po më thua një gjë që Kina e ka bërë dhe nuk ka, le themi, te i kaluar pritshmëritë ose Po të kemë qenë gjithmonë të parë. Ne i te kalum pritshmëritë kur bëm stadiumin dhe bëm një kull mbi stadium. Ne kemi kaluar stadium plus kull. Ne kemi te kaluar pritshmëritë me diellën edhe e mbyllim këtu. Ne jemi të parët për shumë gjëra në botë. Okej. Për cilat ju sapo i përmend. Kalojmë tek një tjetër. Ecim. Ndeshojmë. Okej, fansat e Tina Turner kritikojnë statujën e re të ndërtuar në ndër të këngëtares së ndjerë. Tani, ne e dim që shpeshherë këto statuja që krijohen kryesisht për legjendat e muzikës, kritikohen sepse le të themi edhe mua kjo statuja nuk më pëlqeu shumë, se nuk ngjason shumë e Tina, duket si një duket pak abuzive. Domethënë, e ka parë Tina këtë? Si? Ta shikonte Tina këtë. Po bën 10 vjet që kam bërë. Kështu që nuk e di si ju duket juve, por mua personalisht nuk më Ka qenë një video e David Beckham ku i bën një prank. Po, ka me qenë statuën. fantastike. Dhe duket. Ajo ka qenë prank të pak. Po, Në këtë ka rast. qenë Kurse kjo është ngritur, ose si funksionon edhe me statuet e dyllit, që bëhen për personazhe, që janë gjallë apo që edhe kanë ndruar jetë. Kam përshtypjen që problemi është flokët. Po flokët edhe fytyra. Të tilla po duken shumë të egzageruar. Fytyra nuk e arrit të shikoj dot, po. Unë nuk e di si i miratojnë këtë lloj statuja, sepse jam e bindur që para se të vendoset, duhet miratuar, i ngjason personit të fjalë. Ato flokët pak si shumë ekstra për... Po mirë, ajde le të vlerësojmë mundin e artistit për të bërë një vepër arte. Gjithmonë ka një reagim nga publiku. Pjesa tjetër, pjesa e trupit, nuk duhet abuzive. Jo, nuk është abuzive, është gjithatë pjesa e kokës. Disi. Pse? Fustanin e kam bërë shumë bukur. Janë vështira kaçurelat mbase. Flokët i ka bërë shumë. Nuk kaçurela që si janë ato. Shumë gufuara. Nëse Tina i ka pas çik vështirë, nuk ka pas tamam kaçurela. Tina si ka pas tamam. Kanë qenë si kaçurela të krehura. I ka pas në gocat, me gocat. Në gocat e dim. Por që një tjetër statuj që kritikohet. Rëndësi ka mendim. Unë mendoj të ishte dorë nga së krijuari statujat, mos u merrni fare me këtë punë se s'jeni të aftë. Pse më? Kasat duhet që janë të aftë. S'do të thotë gjë që doli njëri. Nuk e di, edhe mua realisht më duket pak ofenduese. Ose që me dal njëri me bë muzikë keqe, me thonë leni muzikën, mos bëni muzikë. Jo, unë kam, sepse këto pretendohen të jenë statuja që i respektojnë, tip përkujtimoreje, një gjë për artistët e ndjerë, legjendat muzikës, po për mua kjo është pak... Shiko, nuk është statuje. Ka lartë ata na shojnë, e kujtojnë. Nuk është statuje keqe, thjesht Tina Turner është një legjendë muzikës atë e dim dhe ka pushime. Pop në Amerikë, kështu që njerëzit kanë pritshmëri shumë më të larta. Mendoj se nuk është ndaj të merr për të pamë si kaq. Edhe unë. Mirë, mjafton gjesti në këtë rast. Mirë, ecim tjetra. Mos më intereson. Sa e keq që bëjmë në jetë. Ajde studim. 58% e grave thonë se ndihen sikur po rrisin partnerin e tyre në vend që të ndihen e dashura e tij. Kujto sa ti fakti ditës për Rovina, jam shumë dakord me këtë. Se edhe unë jam shumë dakord. Sa ashtu duket se sikur po arrit partnerin. Anketa nxjerr në pavë dhe frustrimet e grave që raportojnë se mbajnë barrën emocionale, financiare dhe punët e shtëpisë në mënyrë që të ndihen më saktë, ndihen shumë prindër me këtë gjëra që bëjnë në shtëpi. Pra, le të themi, ndihen sikur po i rrisin meshkujt sepse po thuaj se bëjnë çdo gjë në shtëpi. I lajnë, i pastrojnë. Punët e shtëpisë ka të bëjë edhe me këtë mbështetjen emocionale që ne jemi Ngarkesa emocionale po ishte pjesë. Po mos e bëj këtë, mos shko atje, po bëj këtë, po si e theti këtë, po duhet ta këshillon shumë po ngele kalamazh gjithkohë. Edhe ne bëjmë femër, por nuk ndihemi sikur po u rrisim. Po kush ju lejon juve ta bëni këtë? Ekspertët gjithashtu kanë treguar në fakt që ky fenomen pasqyron dhe modelet më të thella kulturore, ku gratë mbajnë një pjesë të pabarabartë të kujdesit dhe punëve të shtëpisë. Po. Do të thotë ti ndihesh ashtu, ndihesh sikur po më rrit mua. Po, jo, akoma, se s'kam filluar bashkëtesën, dathëm kur ta nis. Ashtu. Si thot Jennifer Lopez te kënga? Nuk jam mami yt, thot. Nuk kam për të gatuar e marrëdhënieve për të shplarë, se nuk jam jo tëm. Nuk keni mami on, mami yn, nuk keni pse ndiheni sikur po na rrisni. Ndaj
Pa atëherë mos me kërkoni gjëra që u bën të çmend. Çdo gjë, ma aty thot 50% e grave ndihet sikur po rrisin para. Më shumë se gjysma pra. Po, nuk do të thot, nuk ka dhënë arsye pse ndihen atë lloj. E ka dhënë pra. Ne kam vetëm t'ju marrim kështu ti përkundin për të vënë për gjumë. Sa po e ke, ekspertët thonë se ky fenomen pasqyron modelet e thella kulturore ku gratë mbajnë një pjesë të pabarabartë të punëve dhe kujdesit në shtëpi. Pra gratë kujdesen më shumë për gjërat në shtëpi. Është e vërtetë. Po mirë, për shtëpinë kujdesen gratë. Po pra, po ti nuk je fëmijë vogël ta hedhësh çorape në tokë për shembull. Ore, në çdo lloj entiteti, në çdo lloj gjallëse, femra kujdeset për një gjë të caktuar, meshkujt po të ndryshme sot ku dhe meshkujt janë të aftë të bëjnë gjëra dhe kryesisht gjithashtu këshilltarët e marrëdhënieve thonë se nëse ky rast nuk trajtohet, ky dinamizëm mund të dëmtojë intimitetin dhe të çojë në pakënaqësi afatgjatë dhe ndarje. Patjetër. Kështu ka qenë kamoti, para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 E pra, nuk është më, kanë qenë të kënaqura ato gra nga kjo lloj jetese që kanë pasur, jo, unë kam dëgjuar vetëm pakënaqësi. Me kë ke fol ti? Si më kanë folë ke rrëfimet grave plot që nuk janë ndjer asnjëherë në rregull. Ore, për raste me raste specifike. Me raste ku roli femrës është roli femrës, roli mashkull ka një jetë të qetë, të bla bla bla, ai merret me punën e kësaj, ajo merret me punën e kësaj, mos merr raste specifike. Ore, nuk po them që gratë nuk do bëjnë asgjë dhe nuk do merren punën e shtëpisë. Ideja është që ju mos të silleni si fëmijë edhe të mos jeni aq neglizhent në gjërat që ju duhet i bëni vetë. Pra, po marr rastin më absurd, ku diun çorapin që hedh në tokë, shkoj ta marr unë tani. Ti nuk je fëmijë, se vetëm fëmia i le gjërat vendet pa. Po flet mos sikur e hedhun çorapin kështu e se është gabimi, sepse ato çorapin e hedhur në tokë nuk e marrin ne, shkojnë ata e marrin. Atëherë për sa ku e marrim ne? Po pse duhet të jemi gjithkohë si bërtasin, pra se këtu është pakënaqësia. Duket se po merrem me një fëmijë, jo me një burr. Gjithsesi, kalojmë tek një tjetër se si shumë u zjatëm. Po çja fusni kot më i keni gjithë atë dëgjuar asgjë. Do je sherr. Asgjë nga vetja nuk keni. Trendi i momentit, vajzat aziatike konsumojnë pështymën e zogjve për lëkurë perfekte. Edhe një herë. Trendi i momentit, vajzat aziatike konsumojnë pështymën e zogjve për lëkurë perfekte. Kur them unë që ta janë tjetër dimension, nuk më beson njeri. Ku e marrin se u bën kurioz? Ja, sepse nëse përkërkoni një sekret bukurie të çuditshëm, por me traditë të lashtë, ja ku vjen. Gratë në Azi prej shekush konsumojnë bird's nest, ose më saktë pështymën e zogjve, e një zogu të vogël të quajtur swiftlet. Swiftlet. Sa i lezetshëm. Sepse nuk është aq në fakt. Kjo pështyma e zogut bë kaq të veçantë. Farma beti që më mëngjes. Sepse ja të çuditshme, por ja. Sepse pështyma e zogjve njihet gjithashtu edhe si një super fuqi ose më saktë super ushqim për bukurinë. Përdorimi i rregullt të tij besohet se ndihmon në ruajtjen e rinisë, përmirëson elasticitetin e lëkurës dhe zbut rrudat. Studimet të reja kanë treguar se është pasur edhe me faktor epidermale, substanca që nxisin rigjenerimin e lëkurës dhe indeve. Tani ti tjerë do ta provojë? Diçka është prodhiku më e madh, por se njerëzit më duket sa ese gjitha kjo e para. Po pse mor sa ese? Se aziatikët e kanë gjaf tyren e pasur, për çaj duhet le. Ka një sekret ata që riftyra e pasur. Po, ja ku sekreti. Se keni tendencën të besoni çdo gjë. Po atë me spermën e salmonit, e besoni. Po, besojmë patjetër. Po normal ose i besoni gjithë më. Po me qimen e ariut, e ke besoni atë që i merr qimet, atë që merr qimet e ariut, e do i marrë shtun tyr. Edhe atë e besoni. Atë se di hera parë që e gjë. Edhe atë e besoni. Po e besoni. Po sa jo unë kot më çfarë. Bestojmë se s'ka lidhje ajo, qime ta mbajnë buta të tyre. Dëgjojmë, po ta shikoni në foto, ajo Romina është bërë si gelatin dhe kjo është për shkak sepse bëhet, pra i hidhet një ujë nxehtë, dhe krijohet kjo masa gelatine dhe bëhet masë. Interesante, është duhen provuar ca se janë eksperienca. Rini. Blini produkte, blini. Po këto janë bio të paktu. Po, ato janë natyrore. Po, nxjerren me kësua. Okej, çifti perfekt për muajin tetor, ndalemi pak tek astrologjia, pak fare. Dashi me shigjetarin, Virgjëresha me Luanin, Binjakët me Peshqit, Peshorja
Megaforën, akrejve me bicjapin, kjo ishte rastësi, nuk kam bërë gjohë. Demi më ujori. Vetëm ju që e keni do me thënë, ne tjerët që kemi gabim. Burimi i kësaj, Karagjoza for Life, kush ishte? Që ka bote. Apo s'karen ciren, si ka Qishti perfekt për muaj të torë. Wow. Për muaj të torë. Ne torë. zjemi gjatë, e di pse ne zjemi tani që të nxjerrim gjë në li që na shkoj dita vaj mrap. Gjatë ditës për syrin e keq që bën, se cili vazhdon punët e tia. Patjetër. Nuk e di. Po që... Dashi shigjetari, se di, nuk para njoh kështu çiftesh, njihni ju përveç vetes, këto kombinime? Me shigjetar? Qifti dhe pasi se e se bukur, se thot, për muajin të torë, pra se mrapa ndronë. Pra, krepi pas te e ka me Luanin. Po jo më po shiko, për ata që janë pësharë dhe duan të krijojnë lidhje të reja. Okej. Në këtë muaj, shenjat kush lidhet në këtë muaj, do u shkoj vaj gjithë jeta. Pra, gjithë Gjëresha me Luanin njerë. Të kundërta duken, po, e kundërta ndodhin në ikim kategori tjetër. Po të kundërta të rrishen, kështu që... Kundërta ndodhi ti. Kalojmë tek një tjetër. Po. Ti ke larg. Okej. Vajzat i bëjnë foto djemve të rastishëm, i vënë wallpaper dhe pastaj kërkojnë t'ju bëjnë foto. Kjo është gjë më interesante, po ta shohim pak Këto video. pranket janë shumë interesante. Shumë nice. Ja vetëm pak audio regjia ta shohim pak reagimin. Thank you. Çka po më thënë që ta bëj tak shpejt e shpejt. Ndodh në moment. Sepse Shumë interesante, shumë e bukur. Jam kurioze të di si do reagonin çuan në Shqipëri. Ja, më zemër, ja. Ja, Ta bona kështu unë e ty. A do e merrni jo, a do e merrnin maj që Po do sheshni. sportivitet. Ja, Kjo mos kuptohet besoj, se nuk kuptohet që besoj. është bërë në moment, sepse është me të njëjtën veshje, Po, po ka po. disa range të tjera që bëjnë në përbot, edhe arrin deri në pikën sa i bëjnë foto, ja printojnë edhe në bluzë, në super të shpejt, ja printojnë në bluzë, ose ja vën tek kornizat në markete, në dyqane, dhe ti shkon dhe sheh kornizat që shiten, dhe janë gjitha me foton tënde. Nuk si ka mundësi. Atë kryesisht ja bëjnë partnerët. Po. Partnerëve, janë disa Ose çifte të njohura në rrjetet sociale që e kanë bërë këtë gjë dhe Po shitet fotoja shumë e jote. fortë. Po fakti se ja bëjnë ai shpejt, jam pak dyshuese këtu, jam pak skeptike, domethënë nëse është në djeni partneri apo jo, sepse është në një kohë shumë të shpejtë. Mund të pra jenë ti të edhe shkosh në supermarket me pështisura, partnerin, po. Një video që sa kam... të vësh 3-4 foto, po ti ja jem atë ku undave, ku sa hape Një video kornizat. që kam pa unë me këto të supermarketit, ishte një djalë që po ja bënte gjyshës vetë. Kupton? Po nuk është se ishte live, ai thjesht i kishte marrë macat para prakisht, Kishte bërë para, kishte po. foto të gjyshës edhe kishte mush një pjesë madhe Mirë, po edhe me gjyshen prapë. supermarketet me foto të gjyshës. Asaj nuk E si reagon jam gjyshja? Libra, për shembull me kopertinën e parë, foto të gjyshës. Edhe gjyshja thotë, "Oh, Ne that's unë, me." kush është vë? Në Shumë që janë interesante. gjëra shumë interesante, po e di çfarë më shqetëson mua pak këtu tek ne, që kur shikojnë njerëz që bëjnë video, fani, për rrjetet sociale, të rinjt, qasja që kanë të tjerët, pra mënyra se si mund na shohin ose si sillen është pak për ta rukë sepse të komplekson. Mua më ka ndodhur vetë, se i përplasa shumë mikrofonin, më ka ndodhur vetë që u kam bërë në një video, më thënë, ka ndaluar edhe thjesht të shikojnë kështu, do më thënë çfarë po bën video bën. për TikTok, jo Se për diçka të çuditshme, kurse qasja që është jashtë është komplet ndryshe, secili shikon punën e tij. A, kjo Okej, ndodh po e për çdo dallon gjë. që ti po bën një video, por vazhdon, nuk është se qëndron të sheh apo të hedh ndonjë fjalë. Shiko, se dhe jashtë ka momente që të shohin që kështu, që kur bën Po mirë, video ku bën- idiote, ku sigurisht. bën video që më base mund të jenë pak të tepruara, por nuk e Po. kanë këtë që të Po xhirimet në rrugë janë shumë ngacmojnë, të normale. hedhin një xhirimet në rrugë janë fjalë, patjetër diçka. shumë normale, po. Tu Po kanë edhe të marrin pjesë në xhirimet që ti bën, se janë shumë social nga natyra. Ndryshe në Shqipëri, se në Shqipëri as pren që nuk guxon dot të bërë se E më jemi të... kërcet dajak Është pak problem. Nuk e di, a do mësohemi, ndryllur, ta pak. normalizojmë pak të gjë, po. Deri atëherë,
Kismet të Zotit. Deri më pafshim. Deri atëherë kalon në publicitet dhe mund të rikthehemi Ne prapë. bëjmë një pauzë tiramisuje. Po, Ja. e bëjmë një pas tiramisu. Ta provoj dhe pak unë, se s'e kam provuar. Reklama. Mirë, Merë sërish. Dhe jemi ende tek scrolling, se kemi ende të të scrolling, interesant. po. Ta shera nga muzika Qa mu. keti të muzika? Fillova të kërceja. Hajde një herë prapë. Okej, kjo ishte një nga gjërat më interesante që ka lexuar në fakt. 20 të dashurit i blen nga një iPhone, vajza i shiti dhe bleu shtëpi. Historia që ka çuditur mund të themi botën. Blerja në shtëpi konsiderohet si një nga shpenzimet më të mëdha, kryesisht në Kinë, ku çmimet e pronave sa vazhdojnë dhe rriten. Por historia e fundit ka qyteti Shenzhen ka bërë një bujë të madhe në rrjetet sociale kineze. Një blog i postuar në rrjetet sociale kanë treguar historinë e një vajze që përdori një metodë të pazakontë për të mbledhur para që të blinte shtëpinë. Kjo vajzë i ka kërkuar se cilin nga të dashurit e saj 20 të dashur. Kishte 20 të dashur. 20 njëkohësisht. I ka kërkuar të gjithëve t'i blenin iPhone 17 të sapo lançuar, të cilët më pas i shitin një kompani riciklimi telefonash. Dhe me këto Dhe me para, çfarë çmimi ajo ka dalë iPhone? Po pa atë arriti. bërë llogaritën 1500. Se supozohet që t'jetë pak më lirë atje. Po ja $30.000 pas ka marrë ajo. Se haq është një shpinë në Kinë? Po kështu i parë mo. Me këst. Pa tjetër më ka dhënë atë. Ka dhënë një pjesë të pak. Po si i ka bindur? A e thot aty si i ka bindur këto? Nuk e, me thënë të drejtën, kjo vajza ka treguar miqve të saj këtë historinë, dhe njerëz tashmë kanë filluar të flasin në rrjet për këtë gjë. Në fakt, Ziaoli vjen nga një familje normale, jema vetë shtëpiake, babai punon si emigrant. Kjo është motra më e madhe. Në fakt, kjo histori kanë nxjerrtur deri diku dhe debate, sepse sigurisht është një lloj shfrytëzimi. Jo, mua më duket gjë shumë e zgjuar në fakt. Por që shumë përdorues ka dalë. Si e mbron femra. Jo, mo jo është interesante. Po çka ka për zgjuar më? Është zgjuar si ora. Se ka majtë të dashur. Po është 20 veta njëkohësisht të blejnë ty disa njerëz në rrjetet sociale. Ku është problemi, mos dil direkt aty ke 20. Po ti Si varet ka çfarë prisni. shkuar aty ke 20 meshkujt. Po çfarë ka flet, i mban shoqëri. Dëgjoj. 20 të dashur. Shumë Njerëz njerëz, qëllimi justifikon mjetin. Ashtu ë. se ky zotëria thotë që vetëm ne e mbrojmë. Shumë njerëz e kanë përgëzuar Ziaoli për gjën që ka bërë. Shumë të tjerë kanë quajtur që është një gjë që si s'ke turp më vajz. Se të ketë turp të kenë ata që kanë dhënë Si s'kam një grush të fortishte. O, zot. Le të jenë më të zgjuar, sepse ja, tek vajzë, vërteton se ku është zgjuar sja këtyre çunave. Kompania Hui Shou Bao, të këto kanë të pak emra të çuditshëm, konfirmoi për BBC-n se në fakt kjo i kishte blerë realisht 20 iPhone nga një klient femër që është blerë në fillim të tetorit, duke paguar 6.000 yuan për secilin. Sepse e ka çuar një kompani riciklimi, po zëre tani ti e bleve, telefoni e ke të pahapur në kuti dhe e ke çuar direkt për. Varet sa është vlerësuar, mund të jetë vlerësuar më shumë se Do bëja shumë një bisedë dhe një intervistë me këtë vajzën për t'i marrë vesh teknikat që ka Dhe kemi në Skype regjia. Mirë kjo, për 20 të dashur. Qa dhe i kishin punuar shqiptarët të kësa? Po shumë mirë më e bën. Shamat, po tani mos flisni budalliqe, mo çfarë do i kishin punuar shqiptarët. Po është, po që si mund të bëhet virale një personazh i tillë po. Është e zgjuar. Shiku po jetë, po më e zgjuar tani se s'du me fol në një fjalë. Jo. Se po na vje ama në shtëpi. Qëllimi justifikon mjetet në këtë rast, 20 mjetet. Që është ky muhabet më but. Ti që Shqipëri do ishin po normal me të drejtë. Ti mos jep lekur për të bler iPhone dikush. Po jo më se mund nuk kal. Jo, mua bitësi ata dje nuk e ka kuptuar që... A ato e kanë fajin, ë? Vetëm që e kanë fajin, ore, në me trauma për zotin. Jo, po them se se kanë kuptuar që ajo ka pasur edhe partnerë të tjerë, pra... To janë shenjat e kiametit, miq. Ajo e ka vënë kush që unë të lidhe me ty, i ka thënë se kështu simpatike që në ka. Që unë të lidhe me ty, se cilët për tyre, u ka thënë dua një iPhone. 20. Bravo. Nga një. Po pra, po. Na fali për shpejnë, edhe bundrat nuk është se kanë... Piri. Nuk kanë kështu, si që unë bringa. Kupton femrat e tjilë, na leni ratë shi. Zot në... Nuk e... Ashtë e thënë në gjuhën kështu. Regjia në duhet një pip. Ta kemi për shdo rast, se nuk para shikojnë gjëra. E morë unë gjobën të sipër. Mirë, kalëm të një tjetër të rafë të mira. O, sotim.
Tjetra. Më na sillni kështu lloj Apo rastesh. s'kam baba, duket se ka Dikush gjishin. ta përmbaj këtë djalë, Krista duket të se lutem. Fare mi, më na sillni lloj kështu. Ore ti, Zoti. përmbau pak. Fare, tjetre. Ka Masu Nuk shqiptarja ka më, më. nuk ka më scrolling pas të Ka që ndodhi. scrolling, mund të themi që unë nuk merrem me scrolling, ose kur të bëjmë scrolling tiri do dali nga studio të komentoj vetëm unë Jo, Romina. fare, këtu jam. Atëherë do vetë përmbahesh tiri. Okej, mirë. Ikim te fakti i ditës që ta marrë tjerë situatën në dorë. Hajde, fakti Pritse na tha që ditës. kishte një gjë interesante. Hajde. Fakti ditës. Hajde, herë Okej, gjitha hajde. shohim. Që me çiftet. Një Që më qiftet. Jepi. Një studim të regon se qiftet që zihen shpesh, por pajtohen shpejt, janë më të lumtur se ata që shmangin konfliktet. Me vërtet. Kjo është e vërtet. Ashtu, nëse e thua ti, po është e vërtet. Ne s'flasim më. Jo, po është Po e mbyll, ose është Romina e mbyllur për sot. është me logjikë, Ne të kundërshtojmë? Jo. Fare. Jo, jo. Fare. E thua ti, e thot fakti. si me realitetin tash e burr tani kot 20 dashur, ajo në pjen. Në lera atën jetë të fakti ditës, Okej. na e nxorrat nga kështu faktin e ditës. Çiftet që zihen, po dhe unë kështu mendoj. Pajtohen Një shpejt. lidhje pa zënka nuk ka ku shkon, do pa grin. Jo, ideja është që pajtohen shpejt, pra nuk e mbajnë natë një javë, një muaj. Pa tjetër. Po ideja është që duhet të ketë pa grindje. Ne duhet bëjmë pak drama. Do të bëjmë pak drama. Po nuk e nevojë se raporti vetë krijon situata, debate. Po ato që pajtohen shpesh dhe kanë më të gjatë, kjo është ideja. A i besoni ato të shifte që thonë, jo, ne nuk zihemi kur, nuk kemi ne kështu në marrëdhënie, ne kemi vaj. Ose i çmangin konfliktet, ose ka diçka që nuk shkon. Ose është gjithmonë mashkulli që thotë po shpirt. Po pra, ishte tolerant, po është nga ato që... Jo, unë pra Quhet mendoj tolerant, një mendoj. moment. është nga ato si Nuk quhen, nuk si duan, quhen të që mjaftueshëm, talin kish- bar. Janë në Si një... quhen ti di këto termat. Ato që talin bar. Mendoj që janë thjesht janë në një marrëdhënie që nuk e duan njëri tjetrin, janë thjesht... Nuk e di. Mendojnë që janë një marrëdhënie, po s'është marrëdhënie. Se sado një moment është një do acarohesh për diçka. Do i kthehesh për diçka, nuk mund të jesh të kohës po shpirt. Dikush duhet S'do jetë... bën sens. Dikush duhet jetë që i shmang konfliktet, kam përshtypjen. Se po të jenë të dy që e mbajnë natin shumë gjatë, i bie që të rinë 2 javë, 3 javë pa folur. Merr. 3 javë pa folur do të thotë që flet Po. diku tjetër, e kupton? E vërtet është, e vërtet. E vërtet Sa është. thellë kemi hyrë kësaj. Por që ka një lloj sensi logjike gjëja, ky fakti. Kam përshtypjen që nuk është e thënë për gjithë, edhe nga ata që pajtohen dhe pajtohen shpejt edhe ndahen, nuk është se do të thotë fakti që ju pajtoheni shpejt nuk do të thotë që nuk do ndaheni kurrë apo nuk do vëdeni. Jo, e gjitha është të kenë një marrëdhënie të shëndetshme, zënkat sigurisht do jenë gjithmonë. Ideja është mos të jenë të tepruara. Po pra. Se mund të jenë zënka të shpeshta për një arsye, nuk e di, mund zihesh çdo ditë për një të gjë, dhe kjo gjëja pastaj fillon të bëhet shumë e bezdisshme, të teprohet, normalisht fillon Merr shumë energji. shkakton edhe situata të tjera që mund të çojë deri në ndarje. Ktu është e gjitha. Po pra, po, e qarë, por këtu studimi thotë, domethënë gjasat janë që çiftet që zihen shpesh dhe pajtohen shpejt, janë më të lumtur. Kështu që po. Po i shmanke konfliktet është sigur që do vi një moment do plasi pastaj. Kështu që për mendimin Jo, patjetër. Po ne gocat jemi Tuaj jeni në sy se Ju e çfarë keni nuk pak... pëlqenit e partnerit. Jo, se ju e keni pak kështu si natyrë, që i shmangni pak konflikte. Ne? Ju ke çfarë. I shmangim ne? Unë herë pas herë shmak se s'kam nerva, se kem nerva dhe si ju muhabetit. O zemër, je mirë? Mirë, ja. Kjo nuk është shmangje. Ju përshikon, ne bëjmë gjitha të skenë dhe këta se kuptojnë që kjo nuk është shmangje. Për shmangje, një lloj Kjo shmangje. është zjarë benzinës, zjarë benzinës, si thonë. Jo, më duhet Jo, shmangje. kjo është për na dhënë sa më shumë vëmendje tjerë, kupton? Që na vini nga prapa, po shpirt çka ke të duan. Kush është e kundërta? Aty lind sherrri. E kundërta e shmangjes, kush është? Konfliktit. Ja një gocë. Përgjithsisht, nga i Se gotë. di, unë nuk e bëj Kush është e kundërta e të shmangurit një konflikt? Unë se praktikoj. Është ta diskutosh, apo jo? Po, Ju e boni këtë? flasësh. Jo. Përgjithsisht i flasim, thjesht ne i flasim çikash. Në cilin univers i flisni?
Kur ka diçka që neve na intereson për ta thënë e themi? Fare mi, po themi shmangni, pra bone. Mirë jam. Po pra dhe fillon pas të debati, mas 5 minutash. Deri në momentin që presim që ju t'i thoni vetë, po keni gabuar, të kuptoni gabimin. Dakor, por i shmangni. Le të mendojnë që ne i shmangni. Unë nuk e di. Le t'i lëmë të mendojnë kështu. Nuk e di që bëhet. Mirë, njaftojsh në fakt e dite për sot. Tani kalojmë te... Ha, tani po. Gjej këngë. Çfarë kishim? Gjeni këngë. Sigla. Edhe që po thoja, çfarë kishim Javën e kaluar. Po, cila këngë ishte se gjetëm dot? Nirvana. E kishin gjetur në komentar? Më duket se e kanë gjetur, po. Gjithmonë e Gjetur, gjej. ajo është këngë ikonike tani. Mos e fusin në Shazam, mos e fusin Mos e në fushim. program. A mos e më gjesë është tashi. E bëjmë që refren. Dhe mua që janë baromina e stiku. Ha, se krysa e dikte kanë. Hello, 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 hello. With the lights out, headless dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, air contagious, here we are now. Entertain us, I'm a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. Bravo. Bravo, faleminderit. Ju lutem, lumshin komod. Dhe jemi tek kënga e radhës për sot. Shohem, do gjejmë dot apo jo? Më pëlqen Romina që i mban jashtëllë kështu se që ka realisht Po shumë. normal. Përshëndroni. Jenë nga fabrika e ofertave këto dhe ne mos të Fariza, bëjmë kështu. përshëndroni. Këto këngët e thjeshta do ja bëj kështu. Do ja jap nga një notë, 2 notë, 3 nota dhe nëse ta e gjeni, okay, nëse jo. Po na e vështirëson. Na merr hakun këtu më duket kur i kthehemi ne te studimet. Unë do bëj vetëm 1 2 3 4. Do bëj vetëm 4 nota. Në rast se nuk duash, ha. Ku marrin vesh në 3-4 nota u tiri, hë? Në rast se nuk e gjeni për 4 nota, thoni vazhdo, të bëj nota të tjera. Mirë. Okej. E gjeni, më e gjeni, s'është thjesht. Mirë, haj njërë. 3 4. Oh, Nese, e knaqë, bjeri mërë bravo. Guns N' Roses. Faleminderit. Është Guns N' Roses, Bjeri mërë Sweet prap. Child of Mine. Po qa ishte? këndoj tamam tani. Mos më thuaj se di. She got smile. She's got a smile that it seems to me remind me of childhood memories where everything's white as a broad blue sky. Do të fillojmë të marrim një... Oh, sweet child of mine. Do Tamam. të marrim një nga të Bravo. daullet që të luajmë dhe ne të pak. Më shkoj vetëm... Kemi tavolinë. Ke fundit këmba. Bravo. Hajde, e dyta. Do të shumë natyrë shumë katër. ajo që bërë. Alo. Bravo, wow. Bravo, Robina. Ty të dëgjoja. Dhe zërin të ngros, unë prane doja. Sepse alum të rin, dhe në qas të thash të dua, se kjo do të qdo njeri. Titulli sakt është Ato të vish, nga Luan Xheku. Vërtet? Po, pa tjerë. Pse se djeti, alo. Në jeshti në dashuria diell ka jetni. Ka dhe timë në mes verës edhe vjesh me si. Po kur jeta thurë ku kur diell ka përher. Ka të stinë zemra s'bëjnë pranë vetë. Seriozisht, po unë këto e kam të parë në YouTube, Aleksandr Gjoka, alo. Romina të i Kjo thore është vërtet, kjo është originalja. Nuk është kjo. Kjo është originalja.
Kjo është po këngë origjinale nga Lovan Asa Zhegu. po mësojmë të kjo rubrikë. Aleksandër Gjoka faktikisht ka shumë kobra. Ka shumë këngë që në realitet nuk janë tia, Po e ka përvetësuar aq ka shumë sa kënduar në një njerëzit mënyrë të të tjerë. jashtëzakonshme, nuk Nga diskutohet. që edhe njerëzit kanë marrë më shumë versionin e tij. Okej, kënga e tretë është për publikun. Hajde. Okej. 3, 4. Është shqip? Kam dëgjuar më duket të këngën. Është një këngë rock shqipe viteve 90, mos ka bëj, po, vite 90. Okej. Të jap një hint tjetër nga një ish moderator. Ish moderator. Ka qenë këngëtar pastaj është bërë moderator? Hey, hey. Hey, hey. Wow. Març brezi djegur jeni ju. Ju jeni një brezi djegur totalisht. Po pse more jemi brezi djegur? Si kemi gjetur një pjesë të madhe tani. Do themi atë të shprehen që e thonin gjithmonë juve të Bigu. Këtu brenda perceptohet ndryshe nga ajo që shihni ju jashtë. Shiko, ajo është e vërtet. Është një fakt i vërtet. Jo e kuptoj se kur e dëgjoj dhe unë në kamerë jashtë, kur e shikoj videon, them, po se kam gjetur unë. Po, është e çuditshme, është e çuditshme se si. Kjo është, shiko, nuk e di a keni dëgjuar herë këtë këngën, pak me thënë drejtën se vitet e fundit sikur ka humbur pak, po është një këngë rock ikonike e viteve 90 Shqipëri. Po vrasë mundi kush është ai ish moderator? Po pra na ngatrojmë duket, mos na e dhe gabimat. Ka pasur dhe një problem shëndetësor të vitet e fundit. Ja do e marrim vesh ne. Nuk po na vjen. Gjithsesi. Me flokë gjatë. Vrasim mendjen. Fare, zero truri në këto momente. Po, Adi, po, këto janë brezi djegur. A më mirë tash, hajde. Adi, se së t'jap tiramisu, Adi, po thash hajde. Mirë ja bërë. Ti kërcënu gjithë kështu sot, kush të keq. Po, s'ke tiramisu. Mirë. Unë se mirë gati për pauzën tjetër të tiramisu. Seriozisht, erdi koha prapë për unë pushim. Po, ti s'ka që mund të ashtosh. Unë të këndoj onë. Ti rriti, po ti s'meriton pjesë nga tiramisuja, se ke në shtëpi. S'ka gjo, po ngrell. Ta provoj qik e zogja, se ka provuar akoma. Ikim reklama, ne vazhdojmë me tiramisun edhe Elena ka ardhur pas pak për letrat tarot dhe horoskopin e javës. Ikim.